Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear our song, with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the you keep your dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Në Limfea, Wingset, specialistët dhe paladini luftojnë së bashku për të mposhtur basilikët me Stelën dhe Aishën. Pas betejës, Tefni fton zanat në auditorin e artë të melodisë dhe Mjusa është tepër e lumtur. Kjo gjendje vazhdon derisa Triksa dhe Selina çlirojnë krijesat e zhurmshme duke shkaktuar një trazir të madhe. Do t'i bashkohesh grupit të magjisë së zezë? Është në interesin tuaj. Unë di se si ta shkatroj plumin. Selina, nuk e vë në dyshim që librat e tu mund të na çojnë tek plumi më shpejt. Po, dhe unë kam historinë perfekte. Poshtë pallatit të Dominos ndodhet vorbulla e flakëve. Magjia e tij është kaq agresive sa që as blumi nuk e përballon dot. Vërtet? Një vend djegje? E mërzitshme. Sa keq, sepse vorbulla e flakëve është gjithashtu shtëpi për ngrënësit e zjarrit. Tani po kuptohemi. Do ta luftojmë zjarrin me zjarr. Interesante që e përmend Dominon, sepse sapo më kanë ftuar në një ceremoni ekskluzive atje. Nuk do të gjesh rast më të mirë se sa ky. Shko te kjo festa e vogël, gjej një mënyrë për të shkatëruar blumin dhe ndoshta mund të na bashkohesh në të ardhmen. Oh, Daphne, jam shumë e lumtur për ty. Më në fund do të kurorzohesh si princesh. E meriton. Faleminderit Blum, jam thjesht pak nervoze. Oh, Daphne, mos u shqetëso. Ne jemi me ty, dakord? Ke të drejtë, më pëlqen kjo. Atëherë, ku janë të tjerët? Pyetje zgjuar. Do të shoh. Blum, do një shenjë për tyre? Po, ja ku janë. Hey Sky, të ka folur Blumi ndonjëherë për Defnin? Do me thënë, nëse më ka përmendur apo jo ndonjëherë? Çfarë? Sky, Thoren, jemi këtu. Oh, hey, ç'kemi Blum? Për ju po flisja me Skyn, po përpiqesha të paktën. Prit. Çfarë? Shoku, sot je i hutuar fare. Po, më vjen keq për këtë. Unë do të largohem. Pyes veten çfarë ishte gjitha kjo? Kiko, çfarë po ndodh? Blum. Ndihem e dobët. Ndoshta kjo lidhet me ndarjen e flakës së dragojit. Blum, a je mirë? Më lejo të të ndihmoj. Faleminderit, Flora. Jam mirë. Je sigurt? Shkojmë të pish pak ujë. Eja Blum, të shojnë çfarë po bëjnë vajzat. Çfarë kemi humbur? Jeni fiks në kohë, ndihem shumë e frymëzuar. Nuk ka asgjë më të bukur se sa kurorzimi mbretëror, është kaq formal. Oh, prit pak, Kiko. Në mber të rastit të veçantë, sot duhet të shkëlqejmë me veshjet, vajza. Bëhuni gati të shkëlqeni. Stella! Oh, prisni Wingsa, do ta rregullojmë me një herë. Po,
do ta provojmë përsëri, dakor? Fantastike. Kështu është, më mirë, në rregull, Daphne. Është prava jote. Çfarë ngjyre do të gjetesh sot për sot? Jeshillet i gjallë, lamretore? Si mendon? E gjeta. Kiko, a nuk je ti krijesa e vogël më e bukur në botë? Seriozisht, na lë pas neve të tjerave madhëria juaj. Është vërtet i bukur. Po, unë si dukem? Unë jam e manitur, Stella. Ndihem vërtet mbretërore. Ja, shikoj. Po vjen. Me sa shoh dikush nuk po të shit syt. Qytetarë të Dominos, antarë të pallatit mbretëror dhe personalitetet të nderuar, Marioni dhe unë dëshirojmë t'ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Faleminderit që jeni bërë pjesë e kësaj dite të veçantë. Është nder për ne t'ju kemi këtu teksa festojmë këtë rast të veçantë. Familja jonë ka pritur prej kohësh. U sheftoj atë. Prandaj dua t'ju uroj që të gjithëve ide mirë nuk e. Si mbreti mbretërisë së Dominos, jam krenar t'i dhuroj vajzës ime të madhe, kurorën e princeshës. Kjo të përket ty tani. Mbaje me nder. Jam shumë krenare për ty, zemër. Premtoj të bëj më të mirën për Dominon dhe njerëzit e saj. Princesh, a ma lejoni këtë vallëzim? Gëzohem kur e shikoj Daphne kaq të lumtur. Po, ajo duket shumë mirë Blum. Por nuk jam shumë i gëzuar që po del me Thornin. Pse? Çfarë ka ai Sky? Sepse duhet ta njohësh mirë çfarë djalë është. Para shëtërvajnë të kuq kur ishin fëmijë, Thorni dhe unë shkojmë në shkollë bashkë. Një ditë dol në pyllin e Herakleonit në kërkim të gjunjëve të kafshëve. Pastaj krejt pa pritur na sulmuan. Dhe në mes të sulmit, ai iku dhe më la. Unë me zi arrita të shpëtoja, pasi ai më la vetëm. Sky, nuk e dija këtë. Nuk do të mërzisa, në rregull, doja vetëm ta dije. Eja, le t'ju tregojmë pak këtyre mbretërorëve se si kërcehet. Dominoja është me fat që ka princesha kaq të përgatitura. E vërtet, nuk mund të kërkonin për dy zonjusha më të sjellshme dhe më të zonja se sa kaq. Oh, kjo është kaq romantike. Ishte drejt Kiko, ajo po planifikon diçka tjallësore. Mos u shqetëso. Koha për aksion. Tani. Wow, fantastike! Wow! Faleminderit. Faleminderit të gjithëve që na jeni bashkuar sot këtë ditë kaq shumë të veçantë. Sa më pëlqen. Blum, a je mirë? Oh, sa keq. Njëra nuk ndihet vetvetja këtë ditë. Perfekte.
Zonja, shënjestra jon do t'jetë pre lehtë. Na trego pra. Blumi është shumë e dobët, saqë mezi flet. Oh, sa mirë. Duket fiks koha e përshtatshme për ta ndezur pak situatën. Kjo do jetë fantastike. Sillni ato ngrënësit e zjarrit. Si të urdhëroni ju? Drejt për drejt nga vorbulla e flakëve me ngrënësit e zjarrit, libri i legjendave. Ngrënë zjarrit, dilni nga vorbulla. Unë ju urdhëroj. Shkëndija tuaja kryofshin terrorin që ju dëshironi. Blum, më dëgjon? Gjithçka do shkojë mirë, jam këtu me ty. Oh, Sky. Daphne, çfarë po ndodh me Blumin? Është flaka e dragojt, nuk mund të duroj më gjatë. Oh, jo. Ne nuk e dinim. Wings nuk është faj juaj. Blumi donte të na ndihmonte. Sky, të lutem, çoje Blumin në dhomën e saj. Do të pushosh Blum. Ha? Kishin në listën e të ftuarve. Çfarë janë ata? Ngrënë zjarri, pjesë e një legjende të vjetër të Domino's. Qëndroni larg saj. Sky, mos i lejo t'i afrohen Blumit. Daphne, Nympha e Sirenix. Tani është në dorën tonë. Wingsat magjik, Blumix. Aisha, Zana e Valve. Flora, Zana e natyrës. Stella, Zana e diellit vezullues. Tekna, Zana e teknologjisë. Njosa, Zana e muzikës. Wings, le ta shohim me një herë këtë zjarr. Wow, kjo nuk është asgjë e mirë. Nxito Sky, duhet ta nxjerrësh Blumin që këtu tani. Raundi 2, Wings. Të mbroj unë, Sky, vazhdo! Ndaloni. Ku jeni duke shkuar? Le të kaloj me një herë Gjaspro. Përbinxhat kanë marrë në zotërim gjithë pjesën veriore të pallatit. Vorbulla e flakëve është i vetmi vend ku Blumi mund të rifitoj fuqitë e saj. A e beson këtë, Sky? Jo. Ti nuk do na ndihmoj kur Blumin. Tani mu i sysh. Blum. Mos u shqetëso, Thoren. Mund ta përballoj këtë djalë. Goditje kristalesh. U lodha me të vërtet shumë. Duhet që Blumi të rifitoj fuqitë e saj sa më shpejt. Vetëm ajo mund t'i ndaloj këto gjëra. Shpejt, kape Blumin dhe lëre Skyn këtu. Po tani. Eja, ikim. Eja. As mos e mendo. Në fund, Blumi do të futet në histori dhe Sky do t'jetë gjithë i imi. Jo, do urdhëroj me një herë. Fitoni, largoni që këtej, do t'i pengojmë ne ata. Ku janë vajzat? Nëse janë bashkë do t'jenë mirë. Oh, çfarë? Ku janë të tjerët? Oh, jo, vorbulla e flakëve. Disa të ftuar nuk e kuptojnë kur momentin kur duhet të largohen. Rezistenca e tyre është e mahnitshme. Oh, në rregull, thjesht kalo tek pjesa ku na tregon se si mund t'i mposhtim. Legjenda thot se vetëm fushia e vorbullës së flakëve mund t'i mposht ata. Daphne, Blumi është në rrezik. Val mbrojtëse. Në
mendoj se Thorni dhe Dias po e pëlqejnë Blumi tek vorbulla tani. Historikisht, vorbulla ka qenë vend magjik për testimin e flakës së dragojit. Kjo nuk më duket gjë e keqe. Por pas kaq shumë shekush, fuqia e vorbullës është bërë më e pakontrollueshme. Blumi nuk e përballon dot tani. Oh, kjo nuk është gjë e mirë. Daphne, merre mu me këta. Ti dhe Sky shkoni pas Blumit. Shkojmë Sky. Ja të kemi, a nuk është e mahnitshme. Tani vendose Blumin brenda në vorbullën e flakëve. Pjesa tjetër rregullohet vet. A ty poshtë? A je e sigurt? Harrove se ajo është zana e flakës së dragojit. Ndaj zjarri është i mirë për të. Nuk është aq e ngatruar. E po ti do që ajo t'i rifitoj fuqit apo jo? Thoren, mos! Mos e bëj, Thoren. Mos e dëgjo Diaspron. Ti je vërtet e lig! Kjo është një nga ditët e mia më të mira. Jo, Sky... Blum, çfarë po i bën asaj? Diaspro, mos guxo ta bësh. Hiq dorë, Sky. Ti je shumë i mirë për të gjithsesi. Hiq dorë ti, Diaspro. Ti e di që unë e dua Blumin. E po, uroj të mos ja dalësh me këtë. Jo! Jo! Sky! Të kapa! Tani nuk mund të bësh asgjë. Oh, çfarë duhet të bëj tjetër? Ku shkoj ajo? Sky? Thoren? Çfarë ishte ajo? Kam dëgjuar për këtë vend. Është vorbulla e flakëve. Është e mahnitshme, është kaq e bukur. Ha? Zjarri dragojit! Dragojit Dominos! Nuk mund të lëviz. Jepi Blum, do t'ja dalësh. Thjesht jepi forcë vetes. Sulmo me të gjithë fuqinë e flakës së dragojit. Wow, ja dola. Blum, zana e flakës së dragojit. Djema, si të veprojmë tani? Duhet të qëndrojmë së bashku. E di, nuk do të zhgënjej sërish. Ta premtoj. Blum! Stuhia e flakëve. Bukur! Ajo duhet këtë kaluar testin e vorbullës. Blum, jam i lumtur që të shoh. Edhe unë jam e lumtur që të shoh, Sky. Tani le të tregojmë vendin këtyre përbindeshave. Duhet të nxitojmë. Janë gjithë andej. Shkojmë. Nuk e di dhe sa mund të duroj më shumë. E di, por ne duhet të vazhdojmë të ndihmojmë.
E vërtet Aisha, por është edhe një tjetër që mund të të ndihmoj. Wow! Blum, u ktheve. Dhe tani ke edhe fuqinë e Blum X-it. E po, çfarë po presim? Po, fantastike, të lumt. Fantastike! Sky, kam qenë shumë i frikësuar atë ditë kur ishim fëmijë. Më vjen vërtet keq. Mos u shqetëso, të dy jemi rritur tashmë. Bëjmë paqe? Paqe. Sa do të doja të ishte një princ këtu që të vallëzoja me të. Po, a nuk do ishte bukur? Thoren, ndoshta është një person i veçantë që do t'i kërkosh të vallëzoni. Magic what you've given me. No matter what steps we take, there's a bond you cannot break. So let's keep dancing. Jam shumë e lumtur për Blumin dhe Skyn, duken shumë të dashuruar me njëri tjetrin. We're floating, running right through the air without any care. Take my hand, here we go. We're stepping out as a pair. Move your feet, feel the beat. We're floating, right through the air without any care, any care. Wingsa duhet të mësojnë më tepër rreth librit misterios të legjendave për të ndaluar triksat. Ato duhet të udhëtojnë në përbot me Daphnin si shoqëruesen e tyre. Por atëherë kur Wingsat janë në rrugën e duhur, Selina përdor librin e legjendave për të ngritur mumjet e Aleksandris për t'u prishur punën atyre.